është arrestuar një person për cilin edhe është bërë kërkesë për shqiptimin e masës së sigurisë para burgimit. Komuna nuk ka dhënë përgjigje në asnjërin prej kërkesave tona. Prokurori Blermi Grishta, i cili po të ngjarën, ka pranuar të ndojë disa informacione për rrethana se si ndodhi shembja e dheut në Veternik. Prokuror, ka ndodhur një rast tragjik me datën 5 prill, ku një punëtor ka vdekur si pasojë e rrshitjes së dheut në një vend punishëre këtu në Prishtinë. A na tregon në çfarë veprimesh keni ndërmarrë deri tash edhe në çfarë trajtimi është duke u tu rasti? Është e vërtetë se me datën 5 prill jemi njoftuar nga ana e policisë në lagjen Veternik. Është një aksident i cili ka ndodhur me një vend pune, ku është sham një pjesë e dhëv dhe u dyshoj që janë të ndu 2 persona. Për fatin e keq tyre, informata ka dalë sakt. Kemi dalë në vendin e ngjarjes së pari policia bashkë me njësitë përcjellëse, forenzikën, zjarfiksat edhe gjithë personat kompetent. Në vend ngjarjes ka dalë fillimisht edhe prokurori i krimeve të rana. Derisa jam njoftuar dhënë dhe kam dalë vendin e ngjarjes. Kur kemi shkuar aty kemi pasur se në vend ngjarje është një person i cili ka qenë pjesërisht i mbuluar prej dheut, edhe i njëjti ka pas lëndime në kom, ndërsa personi i dytë i cili fatkeqësisht edhe ka ndruar jetë, ka qenë i mbuluar tërësisht nga dheu. Janë marrë veprimet e nevojshme, e kemi nxjerr tash viktimen në njerin, edhe personin e lënduar e kemi dërguar në spital. Ndërsa për viktimen, fatkeqësisht i njëjti është dërguar pa shenja jete. Po, në çfarë drejtimi është tu rasti deri tash? Është një person i arrestuar? Kush është ai? Fillimisht është arrestuar një person i cili në bazë të dokumentacionit deri tash, sepse rasti ka ndodhur veç para 2 ditë dhe pothuajse në fazën fillestare të hetimeve, është arrestuar një person për cilin edhe është bërë kërkesë për shqiptimin e masës së sigurisë para burgimit, e që sot e ke marrë vendimin se të njëjtit ju ka caktuar edhe masa para burgimit, i cili në bazë dokumentacionit është personi përgjegjës për sigurinë e punëtorëve në punë, që nënkupton se hetimet kanë filluar për veprën penale të parapremtimin 358, ku parashihen masat e sigurisë së punëtorëve në punë dhe heqja e pajisjeve të sigurisë. Po. Deri tash po ashtu vendim edhe fillim është hetuar edhe për personin juridik, firmën e cila ka qenë duke i kryer punimet dhe jemi në grumbullim të provave dhe informacioneve. Po, sa persona deri tash janë që të dyshuar? Për rastin konkret është një person i arrestuar dhe i dyshuar, ndërsa po hetohet edhe personi juridik, firma e cila ka qenë duke i kryer punimet. Përgjithësi, jo rrallë, po shohim që po ndodhen kësi raste. Çka është të bëu prokuroria? Është e vërtetë se rastet e tilla kanë filluar të jenë më të shpeshta, për shkak edhe të punimeve që po bëhen në qytet, por prokuroria e Prishtinës, prokuroria themelore, e ka marrë prioritet që në vitin 2025 të merret shumë seriozisht me rastet e tilla, për shkak dhe me urdhën të kryeprokurorit të prokurorisë është caktuar një prokuror koordinator, i cili do të merret vetëm me rastet e tilla dhe në baza mujore do të raportoj të kryeprokurori për veprimet e ndërmarra në lidhje me këto raste, e ku parashihet që normal të thellohet bashkëpunimi edhe me inspektorat, edhe me organe tjera kompetente dhe rastet e tilla të parandalohen, sepse është një dukuri edhe bukur e shpesht që po ndodh tek ne, e që për fat keq në shumicën e rasteve po kemi edhe humbje të njerëzve, jetave të njerëzve. Te rasti konkret, çka dyshohet që ka ndodhur, nuk është bë sigurimi i vend punishës siç duhet? Realisht fillimisht ne dyshojmë se nuk është bë sigurimi i vendit punës ku kanë edhe kanë bëu mjetet ose pajisjet e duhura për kryen aty në punëve. Por nuk muj me dal me një konstatim tillë sepse jem duke e pritur mendimin e ekspertit të punës, të inxhinierëve edhe gjithë personave përgjegjës për kryen aty në punimeve dhe po presim që pas marrjes së ekspertizave edhe mendimeve të tyre atëherë të dalim me konstatime dhe të marrim veprimet e mësutjeshme. Por është shumë herët me konstatu
shkakun ose për pasojën e cila ka ndodhur, edhe si pasojë shkafit ka deri aty.